i cili na mundsoi që të jemi bashkë në xhami. Edhe vendi më i mirë në këtë botë për njeriu është vendi ku adhurohet Zoti xhelle xhelaluhu. Mos ti vendi vën shtëpijet ku kalohet qetësia me familjen, mos anë vendi punës ku punon, edhe ai është vend i veçantë. Bile ka një hadith që ai që falet tek vendi punës ka 50 shpërblime, si me thonë 50 namaze. 27 janë xhami, 50 janë ke vendi punës. Sepse vendi punës është shumë i rëndësishëm. Sepse do të marrësh familjen me halal. Unë me ju tregu dhe se çfarë kanë nëpë. Atyre njerëzve që nuk kanë punë, habiten. Hik djali, të ka marrë rrugë keqe. Djali, burri, vajza, gruaja, 99 këshirë. Kështu e ka caktuar më dhe Zot që me punu njeriu i gjallë. Bile me punu shumë. Unë për shembull me disa çaja këtu të shtetit punoj më pak. Jo me lënë këtë. Kurse që janë mosha, dhe me thonë, i zeqi, e deri ke 50, këta në ditë në punë. Ti thonë ati pronare, edhe ti ne do vëm flemet i ke puna. Vetëm për ju nuk ka pushim. As del, as të hanë, as i gjo. Erdhe falë gjumon, me vrap ke puna atje. Sepse pa punë, ngele shumë keq. Nëse mrama do t'ju të regojnë ju, se si kom ngellë fushkruj, për 2000 lekë të vjetra. Po inshallah të regojnë nëse mrama. Edhe, sonde të shetë 2 fjalë. Për një gjatë mirë, edhe i gjatë keqe. Të dyja në fakt i përmend Zoti xhelle xhelaluhu në Kur'anin e Madhërueshëm. Edhe ta dini i Zot. Atë që përmendet në librin e Zotit në Kur'an, ajo është absolute. Nuk e pse diskuto më. Pra, ka do që sillen njerëzit në përbot. Çfarëdo lloj zanatësh që të punonin në përbot. Funi fare, e keni pa atë rrjetën e peshkut, që vjen e mëllat ajo si piramidë të fund fare. Në fund fare do vesh këtu, ke fjala e Zotit. Pra në fund fare do vesh kur do shtrimi ke banesa, edhe do pyetësh pikërisht për këto fjalë që ke nxjerrë sonte në xhami. Po vallai kom punu, gjithë jetën isha profesor, isha inxhinier, normal puno. Shfrytëzo jetën që të ka dhënë Zoti xhelaluhu. Ama do të pyetësh si punove, me halal, kujt ja hodhe, kujt ja drodhe, pse ja drodhe. Këtë për këtë do të merresh në llogari pikërisht për këto gjëra që masë gjithë jetën s'ke ku i ngjama. Gjithë jetën s'ke ku i ngjama. Kështu që Zoti është përbleft ata që ka dhënë kontribute që të ndërtohet xhamia. Zoti është përbleft në hoxhën që vjen në dispozicion të juaj. Zoti është përbleft gjithë ata që kanë kontribuar në trajm rehat këtu. Se pashallahu është investim për secilin prej nesh që do të na duhet shumë. Po vallahi hoxh, larg jetë fal kurdash shumë shpejt do vëm atje. Unë isha 29 vjeç këtu, sot jam 65 vjeç. E këto gjajet e tjere, këto ma të ri. Kështu që i ngjoni me kujdes. Çfarë thot i modhi Zot në Kur'anin e Madhërueshëm? Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah. Cili do për jush që ka punu një vepër të mirë, të vogël fare. Po është aq e vogël e vepra, sa që nuk shihet as me sy. Po unë po përmend një 2-3. Për shembull, i ke buzëqesh atij xhajes. Si e kalove ditën se? Kjo është një nga ato veprat e vogla. Me atë vepër ti shkon në xhenet. Të betohem Zotit. I ke vënë dorën ke krahu atij xhajes. Ai ka vënë dorën si je për shembull, ti i ke ose s'ka fol hiç, ti i ke shkuar, e përshëndet, i ke vënë dorën duke krahu për të respektuar. 2 gjona aty. Ja, kjo është i vepër, krejt e vogël, po është e shënuar atje. Edhe ka shumë mundësi që mos pranohet asnjëna prej tyre tjerëve, me të pranuar vetëm kjo, të jem në xhenet. I bosjesh i personi, apo i çon ai gjove shpëje në send, e keni parasysh? I amita ja ke ble, ja ço për
për me nderuat, pak fare. Janë të vogla fare, por tek Allahu janë të regjistruar. Pra asnjëri mos mendoj se e bona i vepër, po a thon ka huma ja vepër? Jo për Zotin. Allahu thot femen ya'mal mithqala dharratin khayran yara. Sa do e vogël të jetë një vepër e mirë juja, tek Allahu do të gjeni të regjistruar. Dhe e kundërt të kësaj, wa men ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Allahu na ruaj tash. Duhet me pas shumë kujdes. Dhe kushto që punoj, thot, një vepër të vogël sa ky mithqali, që nuk shifet me sy hiç, e vogël fare, që Allahu e ka të regjistruar. Mos mendo se ja hodh. A di kur shihet? Kur pendohesh. Shkoj thon fal. Është një edukat morale që quhet kjo. Nuk e di se sa e bëjnë aty nëpër shkolla që jeni ju, por kjo ka rëndësi të madhe. Bile, kjo është edukata bazë para se me mësua dhe gjanat fetare. Se si të kërkosh falje tjetrit, kur i ke hym hak. Pa di se ngelesh pengat jenë urtë siratet, pikrisht për i gjatë vogël. Pa sa është e vogël? Shkare qarë. Shkare të pal, i ke thonë të ati. Shkare shkurta biq. I emen që ajsa ka pëlqe. E për Allahun për këta do t'jepët llogari. Do t'jepët llogari. Do të kujdesi madh, sepse është regjistruar. Me legët e regjistrojnë. Të presin 24 orë, do të pendohesh, do të afshish me pendim apo jo. Dhe i tjetër më e rrezikshme, Allahu xhelle xhelaluhu thot, do t'ju lutem mos më harroni më. Mundësisht këto më xhep se tini gjallë se këto kanë për t'u desh, ka do që të shkonin në përbot, Allahu a bon të marrë inshallah jetën, rinin, beqarnin, martesat, punën, kudo në përbot, Zoti ju apo marrë inshallah në natë Ramazani, por këto mos i harroni. Se në fund fare këtu do të rrotullohi, këtu do veni. Edhe i tjetër që është shumë e rëndësishme. Dhe husile ma fis sudur. Thot Allahu xhelle xhelaluhu. A e dini çka do të ndodhi me ju? Atë ditë kur t'i dalin të mqeftat që ke emra në gjoksit. Që i ke të mqeftat, tu si dikush. I dini pjesë shokët, një 10%. 20% i shoku veçanë, një 30% i komshiu. Mirë pa i pjesë tjetërin krejtë mqeftat që si di asni. Dhe husile ma fisë së dorë, thot, si duhet dhe bani atë ditë, kur këto të dalin sheshi. A dini qakja? A dini qakja që unë të më qifem i pari për njërëzve. Po në tëre, thot, ke shikuti ke pasurie ime. Po në të sa jafër ke qenë me mu, ke shiku ke familje ime. Për Zotin kjo është merri ma. Pra, asnjëri mos mendoj që unë ja hodha. Unë pa e shoh atë familjen ati tinës, kërkush së më ka pa. Allahu xhelle xhelaluhu e di rogën. Pas se di si inxhinieri. Sa ta shohë atë motorin që përgjithë, edhe këtë gjë ka. E shkatroj pa copa shkretën e rregullon prapë. Asti Allahu xhelle xhelaluhu. Edhe me të atë Zot. Po në të thot po sa afër të komaj thot. Tim pas ke vjedh thot. Po sa hilen pas ke bon thot sa afër. Ose Allahu na ruaj thot, po tema pas e vra thot, non bab djalin gos. Tema pas e bon këtë vepër thot. Dhe husile ma fis sudur. Si do t'i bëhet kur dalin ata që janë të mqefta, janë sekret. Po do dalin. Tash çfarë themi ne kur jemi këtu në Taravi? O Allah, ditën kur të zbulohen fshehtat tona në imulla. Ditën që do të nxihen sa e sa fitëra, o Allah mas na i nxih fitërat tona. Ditën që do të turprohen njerëzit, mos na turpro ja Rabbil Alamin. Mos i harroni gjithë këta fjalë. Se vallahi janë të rëndësishme. Mos kujtojmë asnjëri prej nesh se ja hodha, ja drodha. Ke shkolla, ke shtëpia, ke puna, për të rritë kom më shumë. Se ne gati me këto qajet, imi të imel tonat. Po për të rritë kom më shumë. Kur mos mendoni se ja hodhe. Jo për Zotin.
Vallaj do të ketë llogari të re. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, kush merret në llogari, veç është dënuar. Domethënë veç ai që s'merret hiç. Se po më në llogari, do të dalin probleme, sepse ke sa dush. Po si shpëtohet? O Allah mi fshi. Në muajt Ramazanit, në ditë kërkoj falje. Kur dalim në xhamie, ke shpije, o Zot më fal, o Zot më shiro, o Allah mi fshi të metat e mia. Allahu na fal, na më shiro të gjithë.